Shkuat e lidhemi bashk me kolegën tonë Teuta Muja, e cila si shtam në fillim të programit, sot do të flasë për krizën me mbeturinat në Prishtinë, për shqetësimin e qytetarëve sigurisht dhe për ato se cilat janë mundësit për një Prishtinë më të pastër, cili është çelësi për një Prishtinë më të pastër. Teutën e kemi live tashmë. Pas ka gjetë një lokacion Teuta për shka dhe folim ne, si thamë, realisht në përskutat të ndryshme të Prishtinës edhe në mende ku janë si të precizuara për me u hedh mbeturinat gjenë ashtu që po e shohim në prapavi, realisht edhe gjithçka, dysheke, nuk di, qa gjenë, gomat makinave të veturave, mbeturina inerte çfarë do. Gjithçka përveç gjithçka që nuk duhet. Çka nuk duhet me qenë aty. Realisht sepse ato nuk e kanë vendin edhe ato nuk i marrin kamionët e zakonshëm të mbeturinave. Mirë Teut, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes Teuta. Mirëmëngjesi Agron, po ashtu edhe për ty Egzona, njëjtë edhe për shikuesit të cilët janë duke na ndjekur, pra kriza me mbeturina është diçka shqetësuese për qytetarët, pasi në të shumtën e rasteve i shohim të hudhura vend edhe pa vend, duke krijuar imazhe shëmtuese për kryeqytetin. Jemi këtu në rrugën Besa Imami, në lagjen Lakrishte, ku edhe siç po i shihni pra, të gjiruara janë mbeturina të vellimshme, të cilat i shohim të përditshme dhe hudhen pra nga qytetarët. E në anën tjetër për këtë temë do të flasim me Sami Stagova, është menaxher i programit në organizatën Gjethi. Mirëmëngjesi Sami. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Atëherë pra do të flasim për mbeturina, pra për një pamje pra dhe siç e shohim është një pamje shëmtuese. Është një pamje e përditshme, e cila na përcjell vazhdimisht. Atëherë çka mund të flasim për këtë gjendje? Realisht kjo pamje gati se është bërë zakonshme, nuk është vetëm Prishtinë, është në krejt qytetet, në krejt hapësirat tona në Kosovë. Kjo ne me Gjethin kemi diskutuar dhe kemi bërë analiza dhe lumtime bajagi shumë në këtë aspekt, edhe realisht ne mendojmë që është si pasojë një sistemi për menaxhimin e mbeturinave i cili nuk është komplet i mbyllur, domethënë sistemi nuk është krejt i mbyllur që me menaxhu çdo gjë dhe çdo aspekt mrena kontekstit mbeturinave. Ekziston domethënë një sistem i cili gjithmonë ka domethënë përmirësimi i atij sistemi ka pas progres prej kohës kur ka filluar të apliku, posaçërisht mas luftës, po nuk është përfunduar kur në tërësi. Këto mbeturinat e zakonshme të ekonomisë familjare, domethënë gati se në tërësi menaxhohen, domethënë kompania rajonale shkon i mbledh na për familje edhe i dërgon në deponitë rajonale, të cilat janë zakonisht domethënë legale edhe supozohet që janë të mirë mbajtura. Ndërsa mbeturinat, domethënë që ne më shumë të i shohim në prapësira, mbeturinat voluminoze, si shembull në këto kauçt, dyshekt e tjera, realisht për shkak të papërgjegjësisë dyanshme edhe qytetarëve, po edhe të atyre kompanive që realisht e kanë menaxhimin e mbeturinave, kjo ndodh që përfundojnë këto si deponi, domethënë ilegale. Kjo sepse kompanitë normalisht e kanë obligim që në periudha të caktuar të ftojnë qytetarët që në ditë caktuar të përzgjedhur të kush ka mbeturina voluminoze ti ofrojnë në vend caktuar sikur këtu apo në komuna tjera që bëhet mbledhja e mbeturinave shtëpi për shtëpi, edhe kompania me të njëjtin çmim, domethënë që ne e paguajmë mujor, me i marrë edhe me çun deponi, domethënë deponi ilegale. Problemi është që kjo të ne nuk ndodh, arsyet nuk e di pse. Ka qytetarë që janë më të përgjithshëm edhe i thirrin kompanitë, edhe domethënë bëjnë kërkesë ku ti dërgojnë këto mbeturina, edhe në asnjë raste domethënë këto shkojnë tamam në deponi çysh duhet, ndoshta edhe ju kërkohet pagesë apo jo, po realisht me thonë është obligimi i kompanisë që kjo punë mos zgjedh në mënyrë legale me thirrje për qytetarët e vet. Se sa kompania rajonale këta mund të bëjnë. Problemi gjithashtu i madh është edhe deponitë e ndërtimrënimit që janë gati se të parapura kudo. Edhe pse në shumicën e komunave në Kosovë ka deponi të përcaktuara legale të ndërtimrënimit, e para jo krejt mbeturina shkojnë atje për shkak që edhe inspektimi nuk funksionon, po edhe e dyta përzihen mbeturina të ndryshme. Për shembull, gjatë ndërtimit ka kovat plastikës për fasada diçka, edhe mbeturinat tjera, domethënë shkojnë plastika te deponitë e ndërtimrënime edhe bëhet përzimi dhe shndrohet, edhe janë deponi ilegale. Është më e keqja që këto mbeturina pra i hasim
çdo ditë është një rrugë mjaft e frekuentuar, këtu kemi bankën, po ashtu ka dhe institucione të tjera me tej, e në anën tjetër e krijojnë pra një pamje shumë shëmtuese në qendër të qytetit, po ashtu përveç kësaj është edhe rruga tjetër, Mosatola, e cila është e njëjta gjendje, por me thënë drejtën edhe më shumë. Po, e tregova, është pasojë e një sistemi ku, do më thonë, është pa ndërgjegjshmëria, është e dyanshme. Edhe për qytetarëve që i gjujnë, po edhe për njerëzve që e menaxhojnë sistemin, i cilët nuk kanë llogaridhënie të mirë. Për shembull, do të ekziston në Kosovë një inspektorat që realisht e ka obligim këtë punë. Që ju thatë vetë kamerat ekzistojnë, po sa është në zona urbane, kamerat ekzistojnë, po kur kush kërkujt, nuk pi kërkon llogari edhe pse ligjërisht Kosova legjislacionin mjedisor e ka ndër më të mirin në të harmonizuar me BE, po aplikimi i kësaj mbetet për dëshiruar, domethënë edhe pse ekzistojnë çdo gjë. Në shumicën e zonave urbane ka kamera që këto, domethënë këto të shëmtuara mos t'i shohin, po nuk ndodhen. Ndashta edhe qytetarët nuk bojnë presion të mjaftueshëm ose biznesin këtë rast sikur Raiffeisen që e kemi përballë, që i ka dhe kamerat, edhe kjo javë shëmton edhe hapësirën para objektit tyne. Po, kush mendon që janë faktorët kryesorë, ata fajtorët, në përgjithësi që na krijojnë këtu pamje? Qytetarët ndoshta se qytetarët i hudhin këto mbeturina. Unë mendoj që është i dyanshëm. Ndashta, jo ndashta, po unë mendoj natyrisht qytetarët e pandërgjegjshëm nuk duhet mi hudh mbeturinat në vende ku nuk është e përcaktuar. Po unë mendoj që domthonë faji më i madh është te menaxhuesi e sistemit që për kaq vite në Kosovë nuk është mbyll cikli i këtij sistemi tërësisht. Ka shumë aspekte që qytetarët vetë nuk mundet edhe me dashur me fillu. Për shembull, aspekti i ndarjes mbeturinave që të në Kosovë është shumë minimal. Përveç ndarjes mbeturinave metalike, e cila jo që është pjesë e sistemit, jo që e ka shtyr sistemi, po për shkak që mbeturinat metalike kushtojnë edhe qytetarët vetë i ndajnë ato. Tjetër se në Kosovë gati se nuk ndahet. Mbeturinat plastike ndahen me një domosdoshmë sasi shumë të vogël, ndërsa mbeturinat tjera gati se hiç. Ekzistojnë kompostera të cilat komuna përmes mbështetjes të organizatave tuaja i kanë dhënë për familje zakonisht rurale, se ato kanë mundësi për me kompostu mbeturinat organike. Tjetër se gati se nuk ndahet në Kosovë. Edhe kjo nuk është faji i qytetarëve që mundën me qenë edhe pandërgjegjshëm, po është faji i atyre njerëzve që duhet me menaxhu edhe me avancu sistemin. Po një bashkëpunim i mirëfill mes kompanisë dhe qytetarëve. E në anën tjetër, shpesh herë kemi pasur rastin kur edhe në Lumenj hudhen mbeturina. Po kjo edhe po ashtu e prishin, po ashtu edhe imazhin e lumenjeve. Po kjo është eksternali e asaj sistemit që funksionon të anësi. Domethënë një sistem i shërbimit social i menaxhimit mbeturinave kur funksionon të anësi, përveç që bëhen deponit këtu në kësi raste, bëhen deponit në për zona malore, bëhen, domethënë shkojnë mbeturinat, përfundojnë edhe në për Lumenj. Ajo është pak më specifike, edhe është shumë e damshme sepse Lumenj Kosova, sasi ujë Kosova ka shumë pak. Edhe ato Lumenj tonë janë, domethënë, ekosisteme ujëra të pasura që janë shumë të rëndësishëm për jetën tonë, njerëzve mas pari, për zhvillimin tonë ekonomik, edhe për jetën e kafshëve. Edhe ne në Kosovë, domethënë, në rajonin tonë, po edhe këtë Evropën, i kemi lumenjt më së shumtit ndotura. E një ndër ndotët kryesor, domethënë që ne konsiderojmë që është i treti, ndotjet lumenjve, janë edhe që kjo eksternalja e mos menaxhimit mirë sistemin mbeturinave. Ndalemi pak te organizata Gjethi dhe aktivitetet e fundit që keni pasur sa i përket menaxhimit të ujit, dhe thot me nxënësit e shkollës Skënderbeu Gjimnazit. Realisht që 2-3 vite, ndashta edhe më herët, domethënë prej vitit 2017 mirëmi posaçërisht kundër hidrocentraleve atje të ne hidrocentrale të vogla sepse konsiderojmë kemi bëhuar lëngëzime ndryshme, konsiderojmë që nuk kanë qenë për popullit jonë, shoqëria jonë nuk u përfiton prej tyre. Kemi filluar që atëherë kohët e fundit kemi kaluar me një nivel tjetër ku jemi realisht që tash momentalisht e realizojmë një projekt për e ka emrin projekti Aqua Ambassador, domethënë ambasador të ujit, krijimi i një komuniteti ndjeshëm ndaj ujit. Edhe janë disa komponente, është domethënë me ndiku në politika sociale të komunës, edhe me realizu projekte gjelbërta që ujin, menaxhimin e ujit e kanë komponent kryesor. Edhe kjo është ndodhur bashkë me nxënësët. Projekti realizohet në Ferizaj, edhe në Kaçanik, edhe krejt çka e zhvillojnë projektin, tu fillu prej rekomandimeve për me ndryshu politikat në nivel komune, deri te realizimi të rinj atyre projekte të gjelbra, do dizajnohen bashkë me nxënësët. Për shembull, javën e kaluar kemi pas
pas disa takime tjera kemi pas edhe punëtorinë dizajnuese me nxënësit e shkollës profesionale të mesme, shkollë gjimnazit Skënderbeu dhe shkollës SHFMU Emin Dorakun Kaçanik, e kemi dizajnu një hapësirë publike ku elementin e ujit, është një kopsht i shiut kombinim me bioswale, ku e marrmi ujin edhe e filtrojmë në përhasjera të saktuar me gjelbërta, që ujt filtrohet para se të shkojnë në burime nëntoksore, edhe gjithashtu e redukton mas të vogël, po e redukton edhe sasinë e ujit që shkon gjatë vërshimeve. Komponenti i dytë e workshopit ka qenë edhe propozimi i një rezervari për mbledhjen e ujit, i cili sipas gjitha gjasa ka mu shfrytzuar për ujitjen e asaj hapësirës publike të shkolla të gjimnazit Skënderbeu. Atëherë faleminderit shumë pra. Shumë faleminderit. Dhe gjithat e mirat për juve. Atëherë ndoqët pra bisedën sa i përket krizës me mbeturina dhe hudhjes së tyre vend e pa vende, ishim pra me Sami Stagova, menaxher i programit të organizata të Gjethi, ku folëm sa i përket të këtyre mbeturinave si dhe aktivitetet e kësaj organizate pra që ka me nxënësit e shkollave.